Përshëndetje gjithëve, se herë në podcast kemi një të ftuar të shtëpisë, një ftuar të radarit, bëhet fjalë për politikanin, ish deputetin Kujtim Gjuzi. Faleminderit shumë zoti Gjuzi që jeni me ne. Ju falenderoj ju që tashmë e keni kthyer gati të përmueshme ftesën, po unë si u refuzoj, sidomos ju grupin e trinjve. Faleminderit shumë zoti Gjuzi. Si po shikoni situatën e tanishme politike, sidomos në kampin opozitar ku dhe ju jeni pjesë, ishit pjesë e një tërheqëse që tërhoqi jo pak vëmendje pikërisht për prezencën tuaj. Unë kam folur për shtetin e së drejtës. Kam mbështetur edhe vazhdoj ta mbështes strukturën e posaçme antikorrupsion, po ashtu edhe gjykatën antikorrupsion. Ju kujtohet kur ju kam thënë që janë duke shkelur ligjin përdorimi stampave dhe vulave. Ndërkohë që bëhej kuvendi në stadiumin Kuqezi nga doktor Berisha. Sot edhe dje më duket janë thirrur në strukturën e posaçme 2 nga drejtuesit riosh të Partisë Demokratike për çështje të përdorim stampave dhe vulave. Tani kemi një tjetër përdorim stampave dhe vulave në përsëritje. Është ish deputeti Saljani, i cili merr pas shpinës së tij, përdor pa leje të kryesisë së Partisë Demokratike, përdor stampa të vula, është në shkelje ligjore. Imagjinoni, ka bërë 11 muaj ndalim, i e vap fier dhe duket që nuk ka marrë rezultat pozitiv në inteligjencën e tij. Pra e konsideron veten të pafaj. Okej, kur të mbarojnë vendimet e gjykatave deri në Strasburg, mund të jesh i pafaj. Po deri në këtë moment je me faj me vendim gjykave. Çfarë duhet të them me këtë? Situata në Partinë Demokratike tashmë është me trend rritës. Pse? Kishim takimin më të fundit të premtes që kaloi. Pra ishte profesor doktor Sali Berisha, tashmë zëvendës president i partive të qendrës, qendra e djathtë deri te konservatorët. Dhe së shpak është një ndër 17 presidentët në 140 partitë politike. Që do të thotë i bie aty ke 7.8 parti politike ti ketë në kujdestari. Rajoni jon Europa Juglindore kaq shtete ka, 7-8 shtete. I bie që është zëvendës presidenti për partitë e qendrës djathtë në rajon. Pra, kur është për rajonin, a mund t'i bindet Partia Kombëtare Konservatore për të qenë në atë? Po, sepse ka ftesë zyrtare. Kur ke një ftesë zyrtare, duhet jesh fleksibile për të shkuar në tavolinë, për të thënë ato që duhet të thoni. Ne nuk i tham të gjitha, sepse vendosëm që të mos i flisnim të gjitha në atë tavolinë. Presim tavolinën tjetër organizuese përpara datës së shpallur tashmë nga kryesia e PD-s për protestën e cila duhet të rrëzoj apo të pjesëtoj për gjithë përfshirje qeverinë e Edi Ramës. Nëse s'ndodhe Edi Rama, rrezikun e ka afër. Shpeshherë opozita dhe Partia Demokratike është kritikuar për protestat që ajo bën, janë cilësuar edhe nga brenda eksponentëve të saj si ecejake. Kësaj here duhet ketë protesta të qëndrueshme, ndoshta një çadër, ndoshta grevurie, deri në largimin dhe qeverinë teknike që kërkon edhe zoti Berisha? Ndonjëherë zonjat që kemi ne politikanët në shtëpi kërkojnë që të kontrollojnë politikat makro. Edhe zonja ime ndonjëherë ndërhyn. Kujt i referoni zoti Gjuzi? Po them zonja, se s'duhet të them zonja Lulzim Bashës, se po e thash këtë pastaj ç'është kuptim ka. S'mund t'i thuash dikujt plakun mere. Largoj plakun mere. Po. Kush e ka thënë këtë? Tani, unë besoj se kjo kuptohet. S'mund t'i thuash natë për natë një rioshi, politikan i ri, dorëzuar e bukur adheut, si kam thënë në Partia Demokratike. Ma i bukur se Partia Konservatore s'është, po kjo Partia Konservatore është e re. E re në të vjetër, ha? Kështu që se e re është Partia Demokratike, 35 vjet. Nuk mund të thush natë për natë, për shembull Bashorti largoje doktor Berishën, po si mund ta largosh Bacën, nuk Baca është gjallë. Berlusconi thotë
që politikani vdes kur e varrosin Varreza. Aty vdes. Thot Berlusconi, nuk e them unë. Dhe ai ishte konservator. A është Berisha konservator? Patjetër, brenda familjes Berisha është shumë konservator. I mbron njerëzit e vet. Dhe ky është konservator. Ndajherë edhe kur kanë problem. Jo, nuk flas për njerëz familjes vetëm. Flas për familjen e Partisë Demokratike. Saliani nuk arriti ta mbronte dot. Nuk e di pse. A pse prej hurit apo shkopit bejsbollit, apo prej lëndëve helmuse luftarake, ku ishte një nga ruajtësit. Ai tha mbrëm në një intervistë që unë ta isha tek sigla e PD-s. Te sigla e PD-s jeti, po jo me shkop bejsbolli. Edhe një herë, nëse politikani përdor forcën, jo logjikën, i bie që ai s'është më politikan libero, ai i bie me ide marksiste. Pavarësisht ai mbrëm refuzoi të thoshte që unë s'kam bashkëpunim me Sorosin. Po ai ka qenë afër një deputete të Partisë Demokratike në bashkëjetesë shumë vite që ishte Soros. Si? Kaq hapur duhet me gënjë? Ja, të lutem. Pra ky është problemi brenda Partisë Demokratike. Por Partia Demokratike është parti liberale, pra i lejon jo fraksionet. Nuk e di, më duket se edhe fraksioni zyrtar e ka të 11 dhjetorit 2021. E ka të firmosur tasmë, të certifikuar. Por si, okay, dakord, e mbushti atë sallën, atë e ke për kraj, dakord. Po je dënuar. Si i dënuar, ti tash mund të marrësh një rrogë si punonjës roje për shembull te Partia Demokratike, meqense ke përdorur dhe shkopin e bejsbollit, mund të përdorësh rojen e parkingut aty, po jo të bësh politikat e qendrës djathtë, këtu ndërhyjun pastaj. Se jam aleat me firmë në zgjedhjet e majit vitit 2025. Çfarë bën ti? Ti kërkon me shkatëruar çat djathën? Okej, i merr ti, siç i mori Lulzim Basha, 24.500 vota. Por ofendoi, zotin e shtëpisë. I tha plaku mere. I tha plaku mere. Herë mori pastaj të thikën unë ne quajmë kështu. Thikë plastike, kur kemi qenë ne që kemi bërë ushtri, kemi bërë një lëndë speciale në ushtri për balljen trup me trup me forcat armike. Edhe na jep një thikë plastike të përkulshme. Pra thika Basha ishte e përkulshme, pse? Nuk ishte thika e grave që përdorin gratë për të pre baklavan të themi. A do të ketë rikthim të Bashës në politikë? Basha është i ri, edhe unë mendoj që nëse e kam thënë këtu ke jo, nëse ai kërkon falje, Berisha unë mendoj që e fal. Berisha i fal njerëzit. I fal. Nuk është si ne. Ne konservatorë nuk falim. Çfarë prisni nga protesta e datës 24? E para unë pres që të ketë një tryezë paraprake. Zakonisht të tryeza realizohen në selinë e Partisë Demokratike. Dhe unë mendoj që aty duhet të jemi për një vendimarrje me protokoll. Që do të thotë, aty merren disa masa që edhe ne jemi rezistent, e kemi treguar ne këtë me Bashën, tash nuk kemi ne armiqësi me Bashën, kur Basha kishte vulën, ne i bëm tavolinë si kjo e Berishës, ja bëm ne. Ndërkohë doktori këtë tavolinë e bëri vetë, nuk e bëri mendimin e subjekteve tona, por sërish ka një problem. PD-ja e thotë dhe vetë doktori, PD-ja ka një problem me protokollin. Unë nëse më lejoni, domethënë mund ta them një emër që ka qenë shumë eksakt në protokoll. Berti ka qenë shumë eksakt në protokollin e PD-s. Nuk i shpëtonte asgjë. Asgjë. Dhe punonte në kohë kur merrte udhëzimin dhe kalkulonte çdo veprim teknik, jo vetëm që sillte SMS-n nga ftesa e doktor Berishës, por edhe do të telefononte vetë, gjë që nuk ndodh. Ka disa kohë që nuk ndodh te Partia Demokratike. Qartë, zoti Gjuzi, ju po i shikoni interes të gjitha angazhimet tuaja politike pikërisht në këtë studio, ju edhe keni kritikuar zotin Berisha për qëndrimet që ai ka mbajtur gjatë kësaj kohe, por prapse ai ju bëri pjesë të tryezës. Është në këtë vazhdën e faljes që thoni ju, apo ai e kupton potencialin tuaj? Jo, doktori, e kam thënë e përsërisë në studion tuaj. Doktori i mendon njerëzit në një farë mënyrë si pacient, se ka eksperiencë gjatë ai, si mjek. Dhe duke u betuar tek Hipokrati, ai do t'i kurojë gjithë njerëzit edhe t'i bëj mirë, t'i nxjerr nga gjendja komatoze.
Partia Konservatore nuk është gjendje komatoze. Ka 4200 vota, ka 4 anëtar Këshilla Bashkiake. Si pasojë të trysnisë ligjore mund të kishim më shumë. Ne kemi mbajt shtetin në 2019. Nuk kemi mbajt Edi Ramën. Për nesh është bërë reforma në drejtësi. Kemi spakun për nesh. Unë e kam abstenuar spakun. Pse? Unë nuk dua që një strukturë, qoftë kjo edhe e NATO-s, të marrë për veshësh kryeministrin tonë dhe ta çojë në X apo Y vend. Edhe në rastin kur ai mund sillet si Maduro. Duhet kaloj përmes sistemit gjyqësor shqiptar. Por në parlament ke votë. Tash kemi ekstradim bilateral Shqipëri. SBA, Shqipëri për çdo njeri që shkel ligjin në këto dy vende. Ose më keq dëmton sigurinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk i ka pak Shtetet e Bashkuara të Amerikës patkojnë kinez, indian, rus edhe iranian në Karaibe. Prandaj futet ai atje, e merr Maduron. E merr si pasojë e vendimit të gjykatës amerikane. Kurse këtu që ne vjen vendimi këtu, po, me njëherë ekstradohesh. Është ligji i rinovuar që ka pas edhe në Albania të jam me zogi parë. Pra, unë e kam abstenu, me gjithë jam monarkist, kjo quhet këshillim. Pra nuk quhet kritik ndaj Sali Berishës. Këshillim, kam thënë, nuk duhen Sorosianët në listë. Është drejta ime ta them. Pse unë e shoh organizatën Soros si një organizatë abuzuese e shifja unë, ndërkohë që Donald Trump e akuzon si organizatë korruptive, anti-amerikane, anti-qytetare, anti-njerëzore. Nga 51 deputetët që ka Partia Demokratike në Kuvendin e Shqipërisë, sa prej tyre mendoni që janë sorosian? 27 janë se dhanë firmën ke Endre Shabani. Pra janë certifikuar ata. Ata duhet ikin. S'duhet dalin në për televizione më. Kanë dëmtuar Partinë Demokratike. I kanë vënë nofkën Sali Berishës, ky është akoma me Sorosin në underground. Sali Berisha, shiko, është lider liberal. Si lider partijak. Kota akuzojnë që është autoritar. Po ta them kota akuzojnë. Është liberal, domethënë në momentet veçanta ai let lirë deputetët. Me qenë deputet i Partisë Konservatore nuk ke shanse të bësh atë veprim që bën disa. I dhanë votën atij tjetrit. Ju pyetet numrin? Po, 4 më duket se i ka LSI-ja që janë lista e PD-s. Normalisht një detyrim kthim borxhi për zgjedhjet 2023-shit, që u regjistru me listën e LSI-s, është detyrim borxhi se ka këshilltar Partia Demokratike. 150 këshilltar janë listën e LSI-s, si thon, Partia e Lirisë. Tani s'mund marrësh borxh. Pra ne themën që politika është fleksibile. Kur themi në qendra djathtë, deri te konservatorët do të thotë ka pjesë fleksibile që kjo qendra Partia Demokratike mundet me një parti të majtë, siç është Partia e Lirisë, të konvergojnë në numrin e votave, se në fund fare politika është numër, është vot. Pra që të bënte 71-shin në 2009 i duhej patjetër Ilir Meta me 4 deputet. Ndryshe se bënte. A bëri gabim Ilir Meta duke njohur Edi Ramën, duke dhënë këshilla Ilir Metës që mos i jepte pushtet rilindjes Edi Ramës, shikoj çka ka bërë tani. Është në burg Ilir Meta. Mund të thoni unë është edhe prej teje. Po të shtyme kam thënë unë. E di ne. Po tani është i falur se ka i bie 18-19 muaj në burg. Nga ana fizike janë një vit, po nga ana juridike janë plus, se është në qeli. Pra i bie 18 muaj burg. Ilir Meta duhet dali për mendimin tim, i bëj ftesë edhe gjykatës që ta nxjerrin me arrest shtëpie. Pse? E ka realizuar burgun ta zem për shpërdorim të tyre. Deri tani nuk njihet një vjedhje e Ilir Metës. Nuk ka një firmë. Moment që s'ka firmë, çfarë? E ka bërë për burgut, 18 muaj burga, duket pak 18 muaj në qelia. Me majtë mu 8 motorë unë s'dihet, nështë s'mund t'jem më normal. Edhe, jo që këtu ke ju s'mund t'vinë në asë njëherë në botë, do më thënë, edhe me më thirë. Tani ti bën burg, merr dhe shkove në bezbollet, edhe do më bë dhe kryetari PD-s, po s'pranojon si Partia Konservatore. Kush të pranon ty? Zoti Saliani drejtohem. Një punë, Partia Demokratike duhet të afrojë tek
administrata. Një punë pas, mund ndalesh pa punat. Ai nuk di të bëj punë tjetër. Ai di të bëj punën e politikanit, po kësaj radhe, meqense ka marrë hurin për të ruajt Partinë Demokratike herën e parë, ta marrë jo me hu, po të marrë atë dokumentin, stërlaps, majmë shënim, erdhi Gjuzi, erdhi Mediu, erdhi Mill Geci, më kupton? Erdhën këta dhe marrë shënimat e poshtë, s'ka si gjë të keja. Zoti Gjuzi, ju jeni pranë amerikanëve për shkak edhe të lidhjeve tuaja atje, mendoni që mund të ketë një aksion si i Maduros në Shqipëri? Është folur shumë së fundmi edhe nga Partia Demokratike. E para e njerë që Amerikanët janë pranesh. Ne kemi dash Amerikanët dhe gjyshi im, i kam majtë misionin Amerikan dhe Britanik në Mugen Kruj. Unë kam trashëgimi këtë. Ne kemi miq pranë stafit të presidentit, të cilët ne njoftojmë, dhe kur unë them publikisht i njoftojmë, ne nuk bëjmë spionin, po ne njoftojmë, se ne jemi vend antar i NATO-s. Në asnjë mënyrë, në asnjë rrethan nuk mund të ndalohet kryeministri Edi Rama të mbahet në SBA me datën 20. Në asnjë mënyrë, edhe nëse ka kryer një krim. Pse? Është kryeministri një vendi. Unë i bëj ftesë. E bëri Berisha tryezën, ta zgjeroja i tryezën. Me Partinë Demokratike, me Partinë Konservatore, me Demokristianët, të zgjeroj tryezën, të lëshoj vendin e kryeministrit. A kemi thënë këtu që duhet ikim presidencë? Sepse presidenti ka shkelje ligjore, është në hetim. Si e mban presidentin e tim, zvendës kryeministrin e tim, ti i mban. Ti a thu jam i ndershëm me Edi Rama. Hama edo, si do më të drejtu. Pse vlla do të shtrëngohet lagu? Shtrëngohet kushalli. Si tu dhe, shef mirë se çka ka këtu, Kryqi kuqe? Ta bëjmë ne kryqin e kuqe, shketi ta bëjnë konservatorët kryqin e kuqe. Ti je burri ndershëm. Se s'pas ke firmos, na si vend fët. Okej. Po je ndershëm pse ke frikë. Atëherë, ti jep dorëheqjen, shko drejt presidencës, përpara se ta marrim ne gjithë pasi se po e morëm ne gjithë do zgjedhim Berishën president ne, se na keni heq me dhunë 97. Zoti Gjuzi, juve në një deklaratë mediatike të para disa muajve keni thënë që duhet një qeveri teknike, me ju pjesë e saj, por edhe me zonjën Sonila Meço. Rasti ishte për kandidatin me kryetar bashkie. Sonila Meço është një gazetare ekonomiste. Po, mund të jetë. Mund ta shikoni kandidatin për kryeministra? Po jo, se e du kryeministin katolik, unë e kam thënë hapur, nuk mund të lëviz saj. Edhe në këtë moment që flasim pas. Edhe teknike. Po. Po se bëm kryeministin katolik, do të kemi probleme. Leadershipi do ketë shumë problem. Jo unë, se unë jam rregull. S'kam asgjë në pension. Flas lirshëm. Zguxon kush më afro me ngacmu ato që afrojnë. Nëse duan të më kthejnë mua 19-20 vjeç, e din ata në Tiranë që janë ca që ulin kokën ku dalin përballë. A keni një emër për kryeministër në një qeveri teknike të mundshme dhe të kërkuar shumë? Në qoftë se do thoja unë emra tani, i bie që na konsideronin si disa njerëz tjerë, domethënë që do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Emrat si rregull i propozon Partia Socialiste, Partia Demokratike, normalisht në marrëveshje me ne që mos ndodhi ajo që i ndodhi bisht Plumit, mund të them unë kështu, se Plumi është basha, paqësor basha. Edhe thikën thamë kishte elastiku, se kishte kështu thik. Duhet katolik kryeministri, pra nuk jap emra, se emrat po i dhe pastaj mban përgjegjësi. Unë di të them një gjë, që unë vetë nuk kam pranuar edhe kur më kanë thënë që ta bësh këtë punë, kam thënë ja. Kam propozuar që ti jesh kryeministër. Po, kam propozuar, i kam thënë jo, nuk bëhet kjo, për arsye se e du kryeministrin katolik. Unë këtë ja kam dhënë fjalën Doris Pakut shumë vite më parë dhe i ri asaj. Kështu që i ri kryeministrit katolik, ndërkohë që te Tryeza nëse bëhet, nëse e fton doktor Berisha, ai e di. Prandaj në herë dhe thotë që shiko se doktori me fol, po ule ke Tryeza me doktorin, të dëgjon deri në fund. Unë kam ndërhyr një herë, 3-4 herë, birës edhe vetë kuptova që e kalova pak, por ishim 2022-shin. Edhe ndryra fort në tavolinë. Ai tha që do t'i bëjmë protestata me sindikatat. I thash, po t'jetë për sindikatat, unë kam besim vetëm ke Sali Berisha. Për 72 orë, di si e merr qeverinë, doktore, pa? Edhe në këto momente që flasim? Tani, more? Tani? Si e merr?
për 72 orë. Pa e kemi marrë ne tani, e kemi marrë Edi Ramës për 72 orë. Me datën 18 shkurt të vitit 2017, ne fillum proteste. Edi Rama tha kanë dalë ata, tha do rinja 3-4 ditë për turizëm aty përpara zyrës time. Edhe pastaj tha do iken. Ditën e tretë që u mushën 72 orë, Rama solli autoblindat. Jo nga ky celulari, si ishte një celular tjetër në atë kohë. Unë i shoh mesazhin, thash, është një skuadër këtu me 11 bomba kështu honorifike, jo bomba vërtete. Se tash e kam thënë në një emision tjetër u trembi herë kryetari i kuvendit e më solli qenin antibomb seancë plenare. Mirë, po unë kam fytyrën të papickuar nga qend. Qend me 2 këmbë, domethënë. Por ata më kanë vrarë gjyshin edhe në një farë mënyre po të diktosh ke unë 75% funksionoi shumë mirë si qytetar, 25% është pjesë e errët. Është pjesë që e mbajnë në kontroll përmes qendrës inteligjencës. Berisha po t'i mushet menja kur merr vendime me grupin e? Pa ja morëm, si i tham Ramës, nga ky telefoni. Kur Basha në dha fjalën në çadër. Ke datën 9, po rrëzove ministrin e brendshëm, kemi punë me ty. Normalisht s'do rrëzonte atë ditë, pa i rujtish prapë 72 orë. Nga data 9, me datën 12, a dha dorëgjën Sajmir Tahiri? Sa e? Të kujtohet mesazhi? Ha? Çfarë të bëjmë ti? Ti s'më dëgjove më. Bashkë me nënën tuaj që është zonjë dhe kam respektin më të madh për ta. Shkoke nona jote, thash duhet largohet djali jot, se ka një problem të madh. Ti s'dëgjova as nënën tënde për mesazhin të duki lehtë, ha? Shenjat kujtësisë janë as herë të lehta. Pa lere pastaj me të bë kryq, me të fut në kryq. Ta rujt zotin familjen edhe të gjithë. Sajmir, heshte, e mbulove, urdhro, po jep ndimes Arben Ahmetaj. Pse se bërë atje? A Jerioni, pse se bën ai? Çfarë keni? S'mund ta villni këtë vend, se nuk ju lejm. Ju mund t'i fshihni gjërat, po ne jemi këtu. Pra, iku Sajmir Tahiri. Pastaj kishte një takim Rama, se kishte ditëlindjen ish kryetaria kuvendit katolike e Partisë Demokratike në Milano, që donë ta bënte presidente. Në Vjenë, Ilir Meta, te miqtë e doktorit, e theksoi te miqtë e doktorit në Vjenë, që janë edhe miqtë tanë, mori okej për president. Në atë kohë unë humba një kështu kaull, i themin e kaull. Ky është termi i vështirë për ta kuptuar, edhe për ta zbërthyer. Burrëri? Jo, burrëria, se burrëria sumën nga unë, çfarë? Burrëria mund të mbasi kur shkon te i grup superliberal. Atë po, humbet edhe kthehesh tek ligji barazisë, stër barazisë, çfarë është ai? Burrin jo, po. Humba një fjalë. Se thash nuk besoj që Meta do të bëj këtë gabim. I çova dhe mesazh. I thash mos. Është një emision televiziv, ndërhyrja ime drejt për drejt, kur drejtuesi i emisionit i thot, Kujtim Gjuzi thot që keni marrë okej në Vjenë për të bërë president. Ai qeshi. Domethënë e pranoj. Kur unë i thash që ke 72 orë për t'ik nga presidenca, ishte linja e vjetër që duhet të largohej. Ai s'u largua, kur sot? Zoti Marori, kur sot? Hashmburg. Por, ta përsërisë? Nuk do heqësh, se është hera dytë që drejtojmë gjykatës kushtetuese. Shkëlqyesi gjyqtar ka bërë 18 muaj burg, qeli, lëshojnë të shkojnë në shtëpi, se i shkatrut dhe shtëpinë. Një president, një kryeministër, një kryetar kuvendi, nuk më atë në burg, ma në izolim në shtëpi edhe ja, ve herojët e policisë shtetit ke dera, edhe s'ka ku të shkojej. Nëse zoti Meta del nga burgu, do të jetë një armë e shtuar për opozitën? Kur dalin nga burgu, unë do të shkoj t'i bëj vizitë, nëse gjithmonë ai më pret. Unë e di që më pret, se unë jam vllai i madh Bektashi, po ta kapim kështu. Do t'i jap 1-2 këshilla që çfarë duhet bëj. Ai ka votë, e ka lënë partinë me 110.000 vota. Pa votat e Partisë Lirisë, pa votat 4.200 kenë.
konservatorët, po janë vota Floria dhe tona, nuk janë kështu leta. Dhe janë votë që mos e përsërisim gjërat. Ju drejton këto gjyqtarëve që ta lëshonin Erionin se ishin në shkelje kushtetuese. E lëshoi apo jo kushtetuta? Por jo, shkojnë në zyrë. Në arrest shtëpie, edhe ky në arrest shtëpie. Mos ketë mundësi komunikimi pa lejen e prokurorit. Nëse prokurori pastaj do të toleroj vizita, më the tash, kjo është atij që nuk ruan shtetin, se prokurori s'është asgjë tjetër, kemi thënë këtu, vetëm roja i shtetit, asgjë tjetër s'është prokurori. Nuk shkel ligjin prokurori. Pa Republikë prokurorës nuk u bë. A këshillum Ramën këtu të ndry. Stop Republikës prokurorëve, se çdo individ është i prirur, Mario, është i prirur për rrëmbim të karrikes. Edhe unë tani mendoj që kjo karrike që kam ulur këtu është e imja. Në fakt kjo s'është e imja, është e studios. Unë jam këtu provizor. Pra ti si prokuror je provizor. Ti si kryeminist je provizor. Prandaj them karrikja e kryeministit të gjithmonë bosh. E godasim ne, jo me grushta. Po hedhim 11 bomba shashk këto. Po hodhim 11 bomba shashk ne. Nuk shifni ju qeverinë tranzitore. Atëherë më thuash kujtim. Mbja keq, po s'kam se të marrë më studio. Zoti Gjusi, nuk është folur shumë publikisht edhe nga mazhoranca që dikur e shikonte si sulm ndaj opozitës dhe Sali Berishës, fakti që ai është non grata nga Shtetet e Bashkuara. Është një njollë që i mbetet, por a ka zëra që mund t'i hiqet kjo? Unë e kam përsëritur këta. Nuk dua të bjem përsëritja, sepse tani jemi pas takimit të datës 9. Se i bie që por mundësia ka qenë 50+1 për të hequr nga data 20 mars deri më 30 mars. Të këtij viti. Po të zgjedhjeve, lista zgjedhjeve. Kur pa njerëzit e Sorosit aty, u trogjën se shikoj dhe atje kanë precedent piramidal. Për shembull, është presidenti, çfarë thot ai? Sulm organizatës Soros, do ta çojë ke drejtësia. E thot kështu. Tani kush është ai? Poshtë ti, që nga zëvendës presidenti, e deri tek sekretari i shtetit, lehet tjerët poshtë, deri ka ambasada, që mundet i bi ndesh politikës fituese tati me miliona amerikanë. Kush? S'ka shanse. Nuk ka shanse. Atëherë, ju e dini historinë e listës që shkoi tek zyra e presidentit. Për ta përmbyllur zotë Gjusi, si e shikoni të ardhmen e opozitës në këto ditë duke qenë se janë shumë intensive? Ju sot po pyesni vetëm për opozitën dhe nuk u shpërndam pak në rajon. E shpërndajmë edhe në rajon, pa marrë. Okay. Jo, kemi rastin Albin Kurti do më duhet ta trajtoj pak këtu jo. Opozita e gjithë së bashku u bë rioshe. Mi për rioshët, masi erdhën në tavolinë, në dasëm, thanë do kërcejmë ne të parët. Okej. Thamë ne politikanët, kërceni. Po mos më kërcemu tani për këshillat publike. Tek kujtimi apo tek Sali Berisha. Shko boja Sali Berishës në zyrë, këshillën. Ti do të tregosh se jemi zoti? Ti kur them ti, Mario, po them ju, po them për konfidencë tani. Ju keni një podcast, shumë mirë, i dëgjuar. Ju dëgjojnë. Mbi 5.000, mbi 10.000, mbi 15.000. Varet kjo nga oscilacioni atij që merrni ju këtu dhe serioziteti juve që keni. Po në këtë rast, askush tjetër që ju merr ju bën me 50.000 me 100.000 tjera dhe s'përdor logon radar, ky është shkelje ligji apo s'është? Është. Atëherë kur ky është në shkelje ligji, ti pse e shkel kuvendin? Që vjen kuvend tani edhe më tregon mua se kush e di. Çfarë e di? Sa njerëz ke mrapa? Ti bën detyrën për këtë punë që bën, merr paratë tua, apo jo? Sikurse unë kam marr paratë mia kur kam qenë në parlament. Apo sikurse unë marr pensionin tim për punët që kam bërë gjatë gjithë jetës time. Shteti i së drejtës duhet funksionojë përmes këshillimit. Kritika është komuniste, nuk i takon partive të qendrës deri tek e djathta konservatore. Konservatorët kanë këshillën, nuk e respekton, distancohen. Nuk jam me ty doktor. Për shembull, nuk jam me doktorin unë të hedh molotov atje. Ja. Pas molotova ditë në proteston, mora grupin tim, është dhe ikim shpi. Pse? Nuk dua unë shkëtë spaku, pse hodhët i molotov. Pse unë dua të djeg çfarë? Qoftë një xham s'duhet aty. Rezistencë e opozitës përpara kryeministrisë.
11 bomba shashka, ato janë dhe si fishekzar, ato s'bën dëm. Më duket se janë dhe ato të palishme, më duket. Nëse janë palishme, unë nuk i përdor. Nuk duhet shkel ligjin. Po çfarë? Okej, të hidhe me parashutur, si është ajo? Janë këto që fluturojnë me këto dronët? Kujtimi me parashut, nga sipër atë bam, do bëj një bam unë atje? Se vedhi pedant rasa unë atje, apo e bëra bam. 11 nga ne, hidhe me parashut, atje, edhe, përpara kryeministrit, çfarë bëj kryeministri? Do përplas me ne? Sa shanse? Ka 12 vjet, viti 13 kryeministër. Edi Rama, e vetmja zgjidhje, na hap rrugën presidencë, hapi rrugën vetës, që janë radhë parë, edhe qeverisë tranzitore. Nëse se bën, do të vi rasti Albin Kurtit. Nuk do t'i kesh votat, se 10 mandate, Edi Rama i ka rrëmbyer këtyre partive që përmendet ju në fillim. Ato shkojnë 140.000 vota. Domethënë një mandat ka 10.000 plus një vot, a i bie që kanë 14 mandate, këto partitë e reja kanë marrë 4 mandate, kanë lënë 10. Kush i ka marrë? Edi Rama. Përmes kujt? Përmes ligjit. Do të thotë ka manipulis zgjedhjet në burim, në ligj. Ligji është i barabartë. Çfarë parashikon Kushtetuta? Në numër 2, zgjedhjet janë të lira, të barabarta, të ndershme periodike. Thot Kushtetuta. Pra ke shkel Kushtetutën Edi Rama. Zoti Gjuzi, për të ndalur aty ku ju e cekët paksa tek Albin Kurti, një fitore marrëmendse, duke referuar zgjedhjeve të 2021-shit ku ai te i kaloi edhe vetveten. Si e komentoni? Përpara se të ndodh kjo, do të jap një shpjegim tjetër. A shkuam në parlament ne si Parti Konservatore përmes listës përbashkët me Partinë Demokratike. Partia Demokratike lëshoi institucionet me Lulzim Bashën. Apo jo? Do të thotë ne ruajtëm institucionet, si që ka më sipër. Kush në nxori jashtë ne? Kush i dëmtoi 82.500 vota? Nga këto, largo 11.500, 12.000 vota, ngelin gati 71.500 sa vota. Ishim këto partitë djata, grupi im konservator, që përfaqësohet nga Partia Konservatore, ishte Josefina Topalli me partinë vete, Mysli Burizi me partinë vete, Mont Stojko edhe sot me partinë vete, dhe të gjitha këto bën 7 mandate. 71.500 vota bën 7 mandate. Atëherë këto 7 mandate i mori Edi Rama, herës tjetër. Edhe tha që unë kam 73 mandate, plus 3 që i ka Partia Social-Demokrate, 76, minus 7, a bën 69. Pra 69, Edi Rama nuk e bën dot qeverin, apo s'është kështu. Këtu jemi ka Albin Kurti. Albin Kurti e fillon me 7 deputet, me 31 deputet, me 26 deputet, me 57 deputet, me 48 deputet, me 57 deputet sot. Pra periodikisht ai provokon çfarë? Mbi Republikën e Kosovës, mbi gjakun e Dardanëve, mbi gjakun e shqiptarëve. Luan Albin Kurti dhe del dhe thot sot mund të provokojmë zgjedhje tjera, sa ai nuk zgjedh dot presidenten tani. Do të thotë brenda vitit e çon Republikën e Kosovës 4 herë zgjedhje. Je shtet karagjoz. Je shtet karagjoz. Albin, mos bëj shërbim se e kam gati këtu foton. E kam gati foton këtu, Albin. Le të shpresojmë, Mario, që do ta gjejmë më shpejt. Keni një foto kompromituese apo? Patjetër. Le të shpresoj që do ta gjej. Rreth do të hapet kjo, si puna kësaj. Që ndihmoj unë. Një sekundë. Se rregulloj montazh, s'është problem. Jo, duhet të provoj këtë që pse kjo s'do të hapet tani. Internetin unë e kam hapur. Ne shpresojmë që të hapet. Po të marrë minuta, ha? Po, Lutem. kemi mundësi ta restauroj. Inshallah se kam heq. Po. A jemi ka Albin Kurti këtu, apo më bëjnë sytë po? Pa shikoj pak.
Ta bëjmë të qartë, as pavarësi, as sovranitet. Kosova nuk do të jetë është fikur tani. Prit të ta lexoj. Mund ta marr ta lexoj? Jo, më ta marrësh. Po s'ka mund sekret. I fshi sekretet don kur vin këtu ndonjëherë. Pra foto tregon një fotografi të Albin Kurtit, i cili flet lideri i lëvizjeve vendosje. As pavarësi, as sovranitet, Kosova nuk do të jetë e pavarur dhe s'do të ketë sovranitet. Nuk duhet asgjë. Ha? Ama Albin. Ama Mario. Se për drejq, ju grupi trinjve tani jeni IT, jeni si e thoni, asaj GPT së është. Ha? ChatGPT. Si më thatë, atë ju ndihmoj. Po pa trinjt zbëhet kjo punë, po të paktën shikos. Ore 78 vjeç presidenti Trump e festoi tani. I bie edhe 3 vjet ka ai, e mbyll 81. Imagjinoj sa libër ishin ti 82 tani. Shiko. E di kur do të fitoj basin më të madh të politikës në jetën time, të paktën me liderin Berisha, kur ai të jetë në presidencë. Se kam thënë 97-ën kemi qenë, vajza ime i ka dhuruar flamurin kombëtar. Edhe i kam thënë që normalisht ishte i mërzitur, 97-ën, në marrë, disi ishte apo? Zjarr. I kam thënë që mos mërzit doktor se një ditë do kthehesh në presidencë. E ka dhënë një herë një intervistë që ka thënë kur mos thuaj kur për të rikthyer, qoftë edhe në presidencë. A dita unë jam kënaqur, kam dëgjuar disa herë, se më duk sikur më vinte kështu nga larg Jehona, po ai e tha. Pra Albin, mos shkatro Republikën e Kosovës të bërë me gjak. Kaq. Okej. Zonja Osmani ka kryer detyrën, se s'tori me Osmallin tash gjithë jetën në presidencë. Një president tjetër duhet. Qoftë edhe me marrëveshje me partitë e tjera. Sot dëgjues, faleminderit shumë që ishit me ne dhe faleminderit shumë për lëmjen e të gjithë atyre që ju jepni me të pritës për ne, shpeshherë dhe ekskluzive. Shumë faleminderit. Ju falenderoj. I bëj ftesë gjithë atyre që duan nxjerrin fytyrën time nga radar. Të vënë logon e radar aty, nëse jo. Nëse tregojnë modest njerëzit e radar, un kam njerëzit ju çojnë në gjykatë. Faleminderit shumë. Faleminderit ju.